Përshëndetje, që jemi këtu në kuzhinën Palma, bashkë për gatuar një recetë shumë të lezetshme. Bëhet fjalë për tiramisu me matcha. Ndërkohë, do t'ju tregoj edhe disa pjesë praktike të kësaj kuzhine, që sigurisht na ndihmon shumë në gatim. Kështu që po fillojmë së pari me recetën duke i prezantuar përpërsit dhe pastaj gjatë gatimit do t'i shohim edhe disa detale të kuzhinës. Si fillim, na duhen biskotat gishca, veç i gjeni. Pastaj pluhurin matcha, qumsht, të cilat biskotat do ta marrin këtë shije, dhe kësaj radhe nuk do të ketë vezë, do të ketë vetëm krem qumshti dhe djath mascarpone. Mirë po, duke marrë parasysh që matcha ka një shije shumë karakteristike, unë do t'i shtoj pak lajm, vetëm lëvorën, ku bëhet një balancim shumë i mirë i shijeve dhe pak vanilje. Kështu që këto shije balansohen shumë mirë dhe del një recetë delikatesë. Së pari duhet ta tresim me mikser kremen e qumshtit derisa të bëhet një shkumb e fortë. Me kremi përfundum. E tash, këtu e keni një detalj që fiokat mbyllen vetëm duke i shty pak. Dhe mbyllen vetë pa bërë asnjë zhurmë. Tash, shtoj djathin mascarpone. Sheqer pluhur. Ekstrakt të vaniljes. Dhe lëvorën e lajmit. Këtë rast nuk kemi asgjë të ngrohtë, po për ndryshe. Pjesa ku punohet është nga keramika dhe është shumë e të qëndrueshme ndaj ujit dhe nxehtësisë. Kështu që njihet mirë më shumë. Kjo pjesë përzihet mirë dhe pastaj ja shtojmë qumshtin krem. Ja shtojmë gradualisht, gjysmë një herë, në mënyrë që tretet më mirë.
kremi është gati. E lëm anash, vazhdoj me biskotat. Këtu kam qumshtin të ngrohur. Dhe do t'i shtoj pluhurin nga matcha. Përzihet mirë. Po e zhvendosin këtin, pak më e madhe, më letë me punu. Tash se cilën biskot e kalojmë në shijen e matcha, duke vendosur kështu, e leni pak minuta dhe në momentin kur e vendosni në tepsi, pak sekonda, më falni, në momentin kur e vendosni në tepsi, e ktheni në anën e kundërt dhe i paloni të gjitha me radhë. Atëherë filloj me biskotat duke i vendosur një nga një në këtë pozicion 3-4 sekonda dhe pastaj kur vendosen në tepsi, me njëherë rrotullohet në anën e kundërt dhe vendoset në tepsi. Do me thënë, si fillim kështu, 3-4 sekonda, pastaj rrotullohet dhe në tepsi, në mënyrë që lagështia e tepër të depërton deri poshtë. Vazhdojmë me pjesën e parë. Mbullohet tërë sipërfaqja.
rafshohet mirë dhe vazhdojmë në të njëjtën mënyrë të mbulohet sipërfaqja e kremit me biskota, të cilat patjetër që duhet t'i kalojmë në shijen e maçës. Vazhdojmë me mbulesën e fundit. Një përzierje shpejt dhe mbulohet. Para se të konsumohet, gjithmonë tiramisuja duhet të qëndroj spaku 2 orë në frigorifer dhe pastaj të konsumoni. Qoftë edhe ajo klasike, sidomos patjetër duhet. E tash, para se ta përfundoj, unë do t'i tërgoj gjitha këtu në pjesën e larjes. Dhe detali më i mirë që më ka pëlqyer te kjo kuzhinë ishte se nëse ju vinë aty për aty musafir, ëmbëlsirën e keni gati, kurse dyert vetëm do t'i mbyllim dhe papastërtia nuk shifet mbrapa, nuk kemi nevojë që të ngutemi. Mirë, po vazhdoj edhe me një proces të shkurt ku shijen e maçës do ta kemi edhe më shumë. Duke ja shtu sipër. Në rregull, kjo pjesë është gati. E mu tash e mendova vetëm ta dekoroj me pak kivi. Ku sërish është pjesa shumë praktike, ku dhe do t'i presim. Shikoni sa praktike është. Lahën vendosën në dras dhe i presim. Shikoni, shumë praktike. Vetëm me një qoshe, pak kivi. Dhe pak lule, të cilat i kam në frigorifer, zakonisht lulet duhet të qëndrojnë në ftoftë që mos ta humbasin freskinë e tyre, lule nga kopshti im.
Të gjitha lullet që përdoren në ushqim duhen të jenë të ngrënshme, kështu që patjetër, edhe kjo është lulja Hanëm Eli e quajnë në familjen time, nuk e di si e ka emrin latin, mirë po është e ngrënshme. Ka aromë dhe shije shumë të mirë, madje sa po më erdhi ideja ta gatuaj një tiramisu me këtë shije. Përfundova, tash duhet të qëndroj në frigorifer, një detaj i vogël i lezetshëm. Dhe ndërkohë, unë po i vendosi komplet këtë lamsh që e kam bërë në kuzhinë. Dhe e bukra e kësaj kuzhine është se në qofë se keni musafir aty për aty, nuk keni nevoj që të ngutën edhe t'i pastroni që mos t'ju duket lamshi. Tash do t'a keni një ide se si do të mbulohet krejt kjo papastërti. Dhe tash procesi e mbyllim kuzhinën dhe tër ai lamsh që kemi bërë gjatë gatimit nuk duket. Kurse ëmbëlsira na duhet topët në frigorifer rreth 2 orë. Ja pra miq, ëmbëlsira është gati, keni një ide më tepër për tiramisu me shije të maqës, kurse edhe një e mirë e kësaj kuzhine është se rëmuja nuk shihet pasi që dyrt i kemi mbyllur. Unë ju falenderoj që më ndiqni, nga Kuzhina e Palmës do të takohemi sërish me një recetë tjetër.